I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, janë krijuar nga një dritë e përbashkët. Ky hadith është i saktë në transmetim, atë e ka përcjell Ibn al-Jauzi në Tadhkiratul Khawas, në të cilin ka thënë Ahmedi përcjell në librin e tij El Fadail se Abdurrazaku ka transmetuar nga Muammari, nga Ez-Zuhri, nga Khalid ibn Middani, nga Zadani, nga Selmani se ka thënë I dërguari I Allahut ka thënë unë me Ali ibn Abi Talibin kemi qenë dritë e Allahu 4000 vjet para se të krijohej Ademi. Kur u krijua Ademi, ajo dritë u nda në dy pjesë, një pjesë jam unë dhe pjesa tjetër është Aliu. Në një transmetim thuhet u krijova unë dhe Aliu nga një dritë e përbashkët. Ibn al-Jauzi ka thënë nëse thuhet se këtë hadith e kanë konsideruar të dobët, përgjigjja është se hadithi që e kanë konsideruar të dobët nuk është me këto fraza dhe nuk ka zinxhir transmetimi. Për sa I përket fraze hadithit që e konsiderojnë të dobët, ajo është unë dhe Haruni I biri I Imranit, Yahya I biri Zekerias dhe Aliu I biri Ebu Talibit jemi krijuar nga një baltë e përbashkët. Në një transmetim thuhet unë dhe Aliu jemi krijuar nga një dritë e njëjtë dhe ishim në të djathtë të Arshit 2000 vjet para se të krijohej Ademi. Ne kalonim në përpalcat e burrave deri te Abdul Mutalibi. Për sa I përket zinxhirit të transmetimit, pra zinxhirit të transmetimit të hadithit që e konsiderojnë të dobët, ata thanë se prej transmetuesve të këtij zinxhiri është Muhammed ibn Khalaf El-Muruzi, I cili ishte I shkujdesur, po ashtu në atë zinxhir është edhe Xhafer ibn Ahmed ibn Bejan, I cili ishte shiit. Hadithi që ne përcollëm është në kundërshtim me këtë frazë dhe me këtë zinxhir transmetimi. Transmetuesit e tij janë të besueshëm. Nëse thuhet se Abdurrazaku ka qenë shiit, themi ai është prej shehlerëve të mëdhenj të Ahmed ibn Hanbal,